Dhe Rama mashtroi socialistët e vërtet për pushtetin dhe futi rilindasit, të cilët e shkatruan totalisht Partinë Socialiste sepse ishin të drejtë për drejtë të lidhur me Edi Ramën. Prandaj e gjithë kjo duhet të analizohet qartë që të kuptojnë socialistët e vërtet janë viktima e kësaj gjendje që është Partia Socialiste. Por zoti Rama është i mbaruar për shkak se në çdo moment që të zgjohen socialistët e vërtet, dhe ata të cilët besojnë tek Partia Socialiste, ata e largojnë zotin Rama, sepse zoti Rama po i shkakton një dëm të madh Partisë Socialiste, se qëllimi i zotit Rama nuk është pushteti që ai ka sot, është qëllimi që ai të marrë gjithmonë me certifikat pronësie Partinë Socialiste, siç themi her pas here që thua Partia Demokratike barës Sali Berisha, thua Sali Berisha barës Partia Demokratike. Këtë gjë do të synoj zoti Rama, se do të kopjoj modelin që ai po thuajse e urren. Nuk e urren, pavarësisht se i ka nostalgji për Sali Berishën, mënyrën se ai edhe pa pushtet frymëzon, ende pa pushtet mbush sheshin, ndërsa Rama pa qenë në pushtet nuk mbush dot një sallë, jo më të mbushin sheshin në rast se do rikthehet në opozit. Dhe do vi moment që do rikthehet në opozit. Po se si do kthehet në opozit, mbetet për tu parë. Po këtu do jemi edhe do ta diskutojmë edhe këtë fakt. Si mendoni, sipas jush, cili është ai grup që mund ta godas më fort Edi Ramën brenda Partisë Socialiste? Grupi që unë mendoj që do të godasë zotin Rama brenda Partisë Socialiste është grupi Xhafa. Grupi Xhafa do të mbaj një qendrim shumë diplomatik, por me goditje prapa shpine ndaj zotit Rama. Sepse grupi Xhafa, mos harroni, që komandon pjesërisht reformën në drejtësinë që zoti Rama krenohet. Zoti Rama nuk krenohet për drejtësinë që thot ai që e ka normuar edhe ai krenohet sepse ai ka bërë gjithçka. Por reformën në drejtësi e ka bërë zoti Xhafa. Pra, zoti Xhafa është ai i cili ka lidhjet me sistemin aktual të drejtësisë. Dhe ai person përpiqej në këto momente që flasim të japi një mesazh zotit Rama që krenaria që ke ti për drejtësinë e re nuk është drejtësia jote, sepse ti nuk e ke haberin për drejtësinë, se një cop piktori ke qenë, por e vërteta është që zoti Xhafa e mban zotin Rama në presion. Zoti Rama tentoi vazhdimisht që zotin Xhafa në 2021 ta skualifikonte nga politika, por zoti Xhafa me grupin Veliaj organizoi një rezultat spektakolar që zoti Rama nuk kishte çfarë të bënte dhe zoti Xhafa është ende në parlament, mos gaboj, sepse dikush më thot mase nuk është, por ai është edhe ka qëndruar në parlament në krahasim me zotin Ruçi, i cili nuk është në parlament, por është pjesë thelbësore të asaj që ne themi tek Partia Socialiste. Dhe aleanca e të vjetërve në Partinë Socialiste momentalisht është e goditur nga zoti Rama për arsye se të disa djemë të një deputete të mëparshëm ka dhënë sa PPP, të një tjetër ka dhënë PPP, të një tjetër ka bërë dhe PPP. Pra, duke parcelizuar PPP-t në favor të disa familje, bëri që familjet mos të interesohen për Partinë Socialiste. Por tani jemi në momentin kur nga këto PPP-t, këto familjet po shikojnë që përfundojnë të gjithë në SPAK. Dhe thënë këto familje, ore, jemi në një moment që po, kemi fituar PPP nga Rama, kemi bërë që kemi bërë, kur kemi qenë pushtet, po tani erdhi momenti që shpinë tonë socialiste, pra komuniste, partisë punës, socialiste sot, duhet ta mbrojmë. Dhe tani do futen të gjithë këta në sulm ndaj zotit Rama.
mos harroni një fakt, unë e kam lexuar me kujdes dhe me vëmendje. Shikoni disa emra të figurave politike të Partisë Socialiste. Futuni thjesht tek profili tyre në Facebook, se na ndihmon shumë Facebooku. Ke ish deputet me një prezencë të madhe në politikën shqiptare të viteve të mëparshme, por në statusin e tyre në Facebook dalin me deklarata pothuajse kundërshtim ndaj kryetarit të Partisë Socialiste që është zoti Rama. Pra, ka filluar zgjimi pas rastit Balluku që të kuptohet qartësi që më fal, Partia Socialiste tani po tenton ta marrë zoti Rama. Dhe është momenti i ndërgjegjësimit të gjithë grupeve të mëparshme që kemi përballur sfida të më të mërshme se ka qenë 97-a, nuk ka pasur ndonjëherë në këtë vend. Kur edhe Partia Socialiste ka qenë në konflikt, por edhe mos harrojmë faktin që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike ka qenë dy ndër partitë kryesore që kanë mbijetuar në një krizë shumë të thellë financiare të vendit, por edhe të stabilitetit të sigurisë kombëtare dhe publike. Midis këtyre grupeve shpeshherë gjendet edhe Erion Braçe, i cili qahet për mënyrën se si Edi Rama qeveris vendin apo me politika të caktuara. Në këtë rast Erion Braçe thjesht bën teatr apo është vërtet një zë i rëndësishëm në Partinë Socialiste, pra një lloj revolte që ka shpeshherë ndaj Edi Ramës? Zoti Braçe, për mendimin tim, nuk ka staturën e një politikani në kuptimin e leadershipit. Është një politikan që thua që ky është komunist, nuk ndryshon, pra ka një qasje opozitare në aspektin të interesit që shiko, unë po flas sepse më intereson të dëgjoj tek socialisti i thjesht, dhe socialisti i thjesht të thotë që ky po flet për mua, ai po bën nami, po e vërteta është që nuk ka një bazament politik që të kuptosh që reagimi i tij do të bëj zotin Rama të reflektoj. Jo, ai është thjesht një politikan i cili e mban karriken për arsye sepse din të luaj me grupin e tij që ka brenda Partisë Socialiste, që nuk është një grup rilindas, por është një grup tradicional i Partisë Socialiste. Ai mund të ketë një prezencë deklarative, por te grupet brenda Partisë Socialiste nuk është se ngjit në këto momente, për shkak se ai modelin e ka ndërtuar të shkojë të merret me zarzavatet, me çmimet, me gjërat e qytetarëve të thjeshtë, dhe ai çuditërisht harron që partia që po keq qeveris këtë vend është partia që ai e voton her pas here në parlament. Pra, është shumë kontradiktor në aspektin e prezencës publike dhe të qenurit deputet të një partie që ka shkatruar vendin, si në aspektin financiar dhe ajo e konsumatorit në aspektin e tregut, nuk kupton qartës që ai po tallet, pra po bën një tallje publike se në fund fare ai duhet të ndërgjegjësoj partinë e vet dhe thotë, ore, ky më na çon në Gremin, ore, manuali është drejt Greminës, ne mund të jemi në pushtet, po pushteti nuk është absolut, dhe pushteti një ditë të sjell pasojë, dhe zoti Braçe, në rast se don të qëndrojë në Partinë Socialiste dhe të ketë një parti që mund të i vi përsëri, jo në pushtet, po të mbajë të paktën opozitën, puna është që ti, kur bën opozitar, kur je në qeveri, nesër kur të shkosh në opozit, nuk do bësh dot më opozitarin, sepse të gjithë do të thonë, ore, ti bëj opozitarin tek partia jote, po ti e votoje partinë tënde. Ore, ti, partia jote po shkonte në umner, ti ç'a bëre? Ti nuk flisje. Tani kur je në opozit, çfarë po flet? Ç'a po bën kjo qeveri që është tani? Kjo qeveri po bën ligjet që ti ke votuar. Pra, zoti Braçe, në rast ta marri veten e tij dhe ta vendosi në një situatë komode, duke thënë që po, unë po reagoj për 1, për 2, për 3, 4 gjëra, por po reagoj edhe brenda Partisë Socialiste që zoti Rama duhet të frenoj, sepse vazhdimi i zotit Rama drejt marrjes së pushtetit dhe vazhdimësimit të pushtetit, duke thënë që ne kemi kundërshtar, janë të dobët këto gjëra, e dobëson pozitën e Partisë Socialiste, se në një moment caktuar zoti Rama arrestohet për shembull.
se mos themi në fjalë tjetër se na thënë jo, shpik kështu gjëra, është panik. Arrestohet zoti Rama. Kush e merr Parti Socialiste? Çfarë të bëjnë? Dalin në rrugë atë dhe thënë, hajde te dollari bëjmë pazarin e fundit. Pra, s'ka një emër në këtë rast. Po nuk e emër, sepse Velien e futen burg. Këta tjerë nuk din me këtë merr njëri me tjetrin, se akoma se din çfarë po bëhet, se janë kënaqur nga pushteti, nga paraja, nga nami, nga shejtani, kupton? Dhe shejtani është gjë e rrezikshme. Dhe sot zoti Rama çfarë përdor? Mekanizmi që un jam gjithçka. I ka mbaruar aty. Pse? Se i ka lënë qëllimisht që të frymëzohen dhe të presin miratimin e një person, çfarë thotë ai i madhi. Pra, kjo situatë krijon një kurth. Çfarë? Në momentin fillestar që Rama arrestohet, këta nuk kanë çfarë të kandidojnë më. Sepse kanë lënë bosh çdo gjë. Pra, kur ti shikoje për shembull Fatos Nano, prandaj si rast. Të gjithë thoshin që është Edi Rama. Sot ti thua Edi Rama, pas Ramës nuk shikon asnjërin. Thua Sali Berisha, pas Sali Berish nuk shikon asnjërin. Thua Ilir Meta, pas Ilir Meta nuk shikon asnjërin. Pra, tre figurat kryesore të këtij vendit që kanë filluar të lashet me drejtësinë, pas këtyre nuk ke alternativë konkrete që të marri frenat e një partie, sepse sigurisht që ka parti politike dhe këto partit politike duhet të kenë të ardhme. Të ardhme nuk e ndërton vetëm ai që është sot, po kërkohet patjetër një strukturë të qartë e cila në çdo moment të ketë zëvendësuesin. Sot Partia Socialiste nuk e ka dhe nuk e krijon dot, sepse të gjithë kanë heshtur tek rasti Veliaj.